Burimet siguruara bëjnë me di se në qarkun e Korçës ka patur më shumë se 300.000 krerë, pjesa më e madhe të leshta dhe të hirta. I njëjti burim tha se në vitin 2026 kemi rreth 70.000 krerë më pak. Vetëm Bashkinë Maliq, brenda një viti, ka më pak se 5.000 kokë të hirta e të leshta. Kasëm Sardi dhe Ariol Lalollari janë dy blegtor potencial në njësinë administrative Pirk të Bashkisë Maliq. Sipas tyre, arsyet e uljes së numrit të krerëve të blegtorisë janë mbështetja e pakët në krahasim me vendet e rajonit, çmimi i ulët i qumshtit, kosto e shtuar e marrjes së tokës me qira, si dhe kosto e shtuar e shërbimit veteriner. Pozicionimi është sipas çdo vend të Evropës jemi neve, ne jemi më të paktit që marrim më pak blegtorinë. Ku ata kanë 30 euro, ne kemi 15 euro. As 15 euro vetë këto tona. Ande është 1800, tunë neve është 1100. Në 800 lekë pak. Unë aty do ma thënë, kam patur për para më shumë, jam ullur rreth 200 krerë, nuk përballojmë dot me. Për punë e çmimeve, rritja e kostave të gjitha të vogëlon numrin. Të tërë që jemi se lavozin çoben, sa më shumë rritet kosta, më shumë të vogëlohet numri aktive. Si njëri dhe tjetri blegtor, aktivitetet e tyre i kanë familjare për shkak se barinjt kërkojnë paga të larta. Në këto kushte, thot Lalollari, se është i gatshëm të prish fermën dhe t'i drejtohet emigracionit. Ja vlen edhe ja vlen, po dhe duhet janë shumë të vështira për t'i mbajtur. Po të vështirë në çdo gjë edhe qumshit tëra. Me 700 lekë që është ajo, nuk kemi ndonjë fitim edhe kush e di. Po qumshi. Po e mbështetja 12.000 lekë koka është, po nuk është ndonjë fitim i madh. Po me 12.000 çfarë për një dhë që marrun 12.000 lekë çfarë do ash? Vetë kam marrë toka me qira tëra. Kam 55 dylym tokë. I kanë ullur të gjithë. Edhe unë kam mundësi mund t'i heq fare. Po të shikojmë, mund të largohemi një të provojmë. Po jashtë shtetit. Po pse, po. E vështire është ngelëm 2 veta këtu, burre, grua dhe Rënjet më të mëdha të numrit të blegtorisë janë në Bashkinë e Korçës, Maliqit dhe Kolonjës, bashki që në zonat malore kanë kryesisht drejtim blegtoral.